Filloi imami të ngrihet nga rukuja kur unë po bija në ruku. A më quhet kjo ruku me xhamat? Po, rukuja në lidhje me namazet me xhamat është kusht për arritjen e rakatit. Nëse rukuja nuk arrihet, atëherë çfarë është pas rukus nuk llogaritet derisa të fillojë rakati i ri. Dhe prandaj bëhet edhe kjo pyetje në lidhje me arritjen e rukus, nëse është kapur rakati apo jo. Atëherë përgjigjja është se arritja e rukus është dy llojesh. Ose arritje plot kur imami është në ruku dhe arrihet krejtësisht në atë pozicion, ose arritje pjesshme kur imami është duke u ngritur dhe namazliu duke rënë. Edhe në këtë rast quhet arritja e rukus, sepse ata janë bashkuar qoftë një pjesë të pozicionit të saj. Dhe kështu në të dyja rastet rukuja quhet përderisa imami nuk është drejtuar krejtësisht nga rukuja.